Për te historisë shekullore që e rrethon, Labëria ka mbetur sot një zonë që pak ose as pak ka patur vëmendje shtetërore. Nga njëri krah rruga Vlorë Kuç, një aks i rrjepur që duket sikur s'ka fund kurrë. Për të mos lënë më një tjetër zonë të rrahur me fshatra të Labërisë, të cilëve në këto 21 vjet duket se edhe emri u është harruar. A thuaj se nuk janë pjesë së njëjtës hartë me të gjitha zonat e tjera të Shqipërisë. Vetëm pak minuta pas Vlorës, rruga gjarpëruese drejt Drashovicës shndrohet në një kurth të lodhshëm e të mbytur me zgropave e lëkundjeve që e kthin makinën thuajse në një varg toksore. Pas Drashovicës, në krah mbeten Vodica e Lapardhaja, teksa në horizont duken grehinat e Kotës. Ende pa nisur, kilometrat e rrugës duken se beten përsëri aty, ku gjithçka zgjat brenda një kalvari të pafund. Gumenica e derdhur me zgjelbërimit, që ka marrë shpejt ngjyrën e pranverës, ngre krye anës Nesh. Pa kilometra më tej një tabele kursyer prej llamarine, shkruar me gërma vështirë të dallueshme nga larg, ndan dy rrugët. Njëra që merr për në Kuç, e tjetra tutje për në Velç. Një ditë u veshë si djalë. Rreth 30 kilometra për më shumë se 60 minuta, e përpara është Velça. 10 vite më parë banorët e këtij fshati me shpenzimet e tyre u përpoqën të shtronin një copës rrugë, që kështu e rrjepur dhe arnuar keqasi, duket se e ka lënë këtë zonë sa afër, aq edhe larg qytetit e Bregdetit të Vlorës. Nëse rruga do të ishte në standardet e nevojshme, mund të realizohet për 30 minuta, Vlorë-Velç. Domethënë të punosh në Velç dhe ta pish kafe në Vlorë. Pikërisht është arsyeja rruga, e cila bën më shumë se 1 orë, 1 orë e gjysmë. Dhe kuptohet me këto mjete që shpesh herë duhet kthehen tek riparuesi nga defekt që psojnë në këtë rrugë. Fshati me më shumë se 120 familje është futur prej vitesh në darën e harresës së shtetit. Ashtu si fshatrat e tjerë të Labërisë dhe Velça ndihet e dëndur me fjalët e politikës, që thërret e këllthet sa herë ka pasur nevojë për banorët e saj, që përpiqen të sigurojnë jetesën herë në të mirë herë në të keq. Pjesa e vjetër e fshatit qëndron atje më tej, bashkë me kullën e Selam Hasanit, një monument kulture i braktisur si mos më keq. Gjendja që ka zonë e Labërisë është pothuajse mund të thuash zero, nga tëra drejtime. Ne nuk kemi fare, domethënë në zonën e Labërisë, që të bjerë era shtetë të paktën. Pak kilometra më tej në rrugën që sa vjen dhe shndrohet më shumë në një shteg, shtrihet Ramica. Në qendër të fshatit dallohet një lapidar, i cili si gjithë të tjerët në zonën e Labërisë, ruhet me egoizëm dhe krenari të rrallë. Vetëm kaq, sepse çdo gjë tjetër është pjesë e së shkuarës. Kjo, kur vëmendja e munguar shtetërore, dallohet qartë as i kudo. Një sëmundje pa shëruar. Nga Ramica, ku jetojnë rreth 50 familje, rruga Sfilitse ndalet në Verbas. Nga një orë, po të ishe normale, njërën qerekë, tani duhet 3 orë të veç në Vlorë. Edhe me një vlerë të madhe monetare, 6.000 lekë poshtë e lartë. Shtëpit prej guri karakteristike ngrihen mbi njëra tjetrën, duke i dhënë udhëtimit konturet e një rrugtimi të gjatë pas në kohë. Nuk është e udhës që këto fshatra, këto zona që kanë kontribuar, kanë dhënë prej vitesh, të lihen në këtë gjendje mjerane, është shumë keq. Harresa e kthyer në refrenin bashkëjetues të kësaj zone, ngatrohet keqazi me historinë shekullore që mbështjell Labërinë. Në Matogjinë, fshatin që si shton banorët mban mbi shpinë shkollën e parë shqipe të Krahinës në 1913, të rikonstruktuar tani vonë me fondet e vet atyre, asgjë nuk ndryshon. Dikush tregon se në rrugën që të përcjell për në fshatin tjetër, atë Bashaj, janë hedhur 10 milion lekë investime, që në fakt pak ose as pak dallohen. Përveç tabelës së sinjalistikës, rruga duket po aq e lashtë sa edhe malet që e rrethon.
Pas 3 ore 30 minuta udhëtim për vetëm 45 km rrugë, mbijnë shtëpitë e para të Bashajt, fshatit ku jetojnë të ngulura thuajse mes izolimit rreth 70 familje. Flitet dhe nuk dëgjohet, po nuk të dëgjuan, po nuk të gjitha kemi kërkuar, kemi bërë ku kemi pat mundësi, asnjëri nuk e ka, domethënë është bërë janë bërë të shurdhur. Katër kryeta komune e 5 qenë, hëngër pinë e ikën brevet e tyre vlla, dhe llogaritarët e gjitha. Mes shtëpive të lodhura nga koha, dredhojnë kafshët, që sot për sot janë mjeti më i sigurt i komunikimit për këtë zonë. Rruga drejt Vërmikut vështirësohet më tej, teksa erozioni i tokës e ka bërë të pamundur kalimin për në këtë fshat të radhës. I detyruar, këtu përfundon edhe udhëtimi ynë në Labërinë e Emrit dhe braktisjes së madhe. Kjo zonë e Labërisë, si ajo e Kuçit, apo jo e Sevasterit në krahun tjetër, kërkon veç një rrugë. Një rrugë që e nesërmja të mos ketë të njëjtin fat si fshati Vërmik. Dikur me 500 banor, e ku sot nuk jeton më askush. Për Top Channel nga Vërmiku, Marin Mema.